Temperaturat e larta të këtyre ditëve nuk më të rezistohen ndryshe pos me kalimin e ditës në kilometrin e 3 të Grykës së Rrugovës, e sidomos me bukuri e kushte që i ofron kjo pjesë e natyrës. Qytetarë të shumë të cilët e frekuentojnë këtë vend shijojnë maksimalisht të ashtu quajtërën plazhin e Pejës, që pos ujit freskues posedon edhe hapësira të përshtatshme për të rezistuar rrezeve të diellit. Pos të tjerash, vizituesit kanë rastin të ndajnë kohën e tyre edhe në barët të cilat tashmë disa vite operojnë në shërbim të tyre. Komuna e Pejës është angazhuar që shumë pjesë të cilat ishin të papërshtatshme t'i rregullojnë në mënyrën më të mirë. Qytetarët të cilët ishin prezent ndajnë disa momente për të transmetuar përshtypjet dhe kënaqësitë e tyre me kushtet të cilat u ofruan atyre në atë vend. Të qytetarëve të Pejës që përveç të mirave që na ofron ky vend, duhet që ta mirëmbajmë dhe ta mbajmë përballë hapësirën të cilën ne i kalojmë ditët e verës. Sipas të gjitha pamjeve, mund të themi që bukuritë natyrore që ofrohen dhe shfrytëzohen e bëjnë këtë vend të vizitohet më shumë në vend të peshqinave të cilat janë në dispozicion për ta. Ky vend me bukuritë marramendse të rrethuar me malje në të gjitha anët tërheq vëmendjen e më shumë turistëve dhe njerëzve të cilët e preferojnë natyrën.